Ministri në detyrë i mbrojtjes Ejup Maqedonci mori pjesë dje në ceremoninë e ndarjes së çmimeve dhe mirënjohjeve përfituesit e Sharkaton 2025, e organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes. Ekipi inovativ nga Kosova, Skifteri Dron, është nderuar me çmimin e parë në prodhimin e dronëve luftarak, duke shënuar një arritje të rëndësishme në fushën e teknologjisë dhe mbrojtjes së Kosovës. Njoftimi nga Skifteri Dron, ekipi ynë i Skifteri Dron u nderua me çmimin e parë në prodhimin e dronëve luftarak në Kosovë. Një falënderim i veçantë për Ministrin e Mbrojtjes Ejup Maqedonci, American Chamber of Commerce in Kosovo, në udhëheqjen e Arjan Zekës, si dhe US Embassy Prishtina, Kosovo, nga sot e tutje inovacionet e ekipit të Skifteri do t'ju befasojnë. Po fillojmë t'ju demonstrojmë Skifteri 1, i cili u testua në lancimin e tij nga kjo raket. Ky është vetëm fillimi. Kosova ka hyrë zyrtarisht në epokën e prodhimit të dronëve kamikaz, me dizajn dhe teknologji krejtësisht vendase. Shefi i Future Minds Academy Ridvan Aliu ka njoftuar se ka nisur prodhimi i dronëve të parë shqiptar me emrin Skifteri M1, ndërsa ka publikuar edhe pamjet e para të modelit që pritet të zhënojë një hap historik për inovacionin dhe industrinë e mbrojtjes në vend. Dizajni autokton shqiptar Skifteri M1 është drejt përfundimit dhe ka hyrë në fazën e prodhimit, ka deklaruar Aliu, duke theksuar se ky është vetëm fillimi i një projekti shumë të madh që do të përfshijë një gamë të tërë dronësh me qëllime të ndryshme taktike dhe teknologjike. Sipas të dhënave teknike të publikuara, Skifteri M1 do të ketë një hapje krahash prej 14 metrash, shpejtësi deri në 400 km/h dhe një kapacitet ngarkese prej 140 kg-sh, duke e bërë një prej dronëve më të fuqishëm të prodhuar ndonjëherë. Këto parametrat e vendosura të projektit në një nivel konkurrues me modele ndërkombëtare të ngjashme, ndërsa zhvillimi është realizuar plotësisht nga inxhinier dhe ekspert vendas. Aliu ka bërë të ditur se tashmë projekti Skifteri është lançuar zyrtarisht me një investim fillestar prej $4 milion dhe do të përfshijë 5 elemente të ndryshme. Skifteri M1, modeli kryesor me karakteristika kamikaze dhe aftësi transportuese, Skifteri K1, një version më kompakt për misione të shpejta, Skifteri FPV për fluturime precize dhe kontroll në terren, Skifteri Tetered për survejim të vazhdueshëm dhe Skifteri Sateliti projektuar për komunikime të avancuara ajrore. Ky është fillimi i një projekti historik për kombin shqiptar, ka deklaruar Aliu, duke theksuar se qëllimi është që Kosova të bëhet një qendër rajonale për teknologjinë e dronëve dhe zhvillimin e pajisjeve pa pilot. Pamjet e para të publikuara tregojnë një dizajn modern dhe aerodinamik që sipas ekspertëve sinjalizon një potencial të madh për përdorime civile dhe ushtarake. Me këtë hap, Kosova shënon një moment historik në inovacionin e teknologjisë, duke hyrë në radhët e vendeve që prodhojnë dronë të sofistikuar me qëllime strategjike dhe mbrojtëse.